Kapitulli 9. Disiplina e mësimit të parimeve të mirësjelljes. Në Kaliforninë Jugore, pas smog të viteve 1950, pemishtet me avokado ishin thuajse po aq të shumta sa edhe ato me portokalle. Avokadot ishin një ushqim po aq i zakonshëm për darkë sa ç'ishte dhe lëngu i portokallit për mëngjes. Por kjo ishte e vërtet vetëm për ata që jetonin pranë pemishteve, sepse avokadot nuk ishin bërë ende delikatesa me famë që janë sot. Një shoqe e jona kujton me gjallëri se si një herë, kur ajo ishte e vogël, babai i saj kishte sjell në shtëpi për darkë një partner biznesi nga bregu lindor. Darka filloi me një pjatë të parë me avokado të prera për gjysmë, me bërthamën të hequr dhe tulin e butë të gjelbër të spërkatur me uthull molle, krip e piper. Avokadot e prera për gjysmë u shërbyen të paqëruara, me lëkurën e tyre të trash, të gjelbër dhe të hidhur, dhe duheshin ngrënë duke nxjerr tulin me lugë nga guaska sikur të ishte një tas. Mysafiri që nuk i njihte avokadot fare, i priste me thik dhe pirun, dhe i hëngri kafshat pas kafshate, me gjithë lëvore. Fëmijët të shtangur nga sjellja e mysafirit u habitën edhe më shumë kur pan babain e tyre të ndiqte shembullin e mysafirit, duke ngrënë të gjithë avokadon në të njëjtën mënyrë. Duke qenë se ishin trajnuar mirë dhe u ishte kujtuar përpara darkës të kishin kujdes me sjelljen e tyre, fëmijët ndoqën shembullin e babait duke përtypur edhe pjesën e pangrënshme. Ajo që ata kujtojnë sot nuk është shija e hidhur, por ëmbëlsia e kujdesit të jashtëzakonshëm të babait të tyre për mysafirin e tij. Atë mbrëmje, ata mësuan thelbin e mirësjelljes, respektin për ndjenjat dhe nevojat e të tjerëve. Babai i tyre u tregua i gatshëm që më mirë të vuante pak bezdi vetëm që të mos e nxirrte në pah pa dijen e mikut dhe ta vinte në siklet. Dy keqkuptime të zakonshme. Fëmijëve duhet u mësohet qëllimi i mirësjelljes, sepse nëse nuk e kuptojnë qëllimin, ata do t'i shpërfillin rregullat bazë të mirësjelljes si të panevojshme. Judith Martin, e njohur edhe si zonjush mirësjellja, shkruan në esen e saj: Mirësjelljet e përgjithshme, se të gjithë ne lindim të paedukat. Ajo e thekson bindshëm se është shkolla e përtatësisë për rritjen e fëmijëve që i lejon foshnjat e paedukata të zhvillohen në harbutur të vegjël. Fëmijët janë të pasjellshëm sepse janë tepër egocentrik nga natyra. Janë nevojat e tyre, rehatia e tyre dhe ndjenjat e tyre që ata kërkojnë t'ju plotësohen, zakonisht në kurrizë të prindërve të lodhur. Sigurisht, egoizmi është sjellje e natyrshme dhe e pritshme në foshnjëri dhe e tolerueshme tek fëmijët e vegjël, por bëhet krejtësisht i padurueshëm tek fëmijët në moshë shkollore. Mirësjellja e duhur mund të jetë një mjet shumë efektiv për të mësuar fëmijëve se ata nuk janë qendra e universit. Dhe ndërsa vetdia rritet, ata do t'jenë futur në rrugën e duhur për t'u treguar të qytetëruar dhe jo harbut. Mjerisht, shumë të rritur të sotëm i kanë minimizuar sjelljet e mira. Ata gabimisht
i imagjinojnë sjelljet e mira si sundim arrogant të etikës, me qëllimin për të treguar superioritet në mënyrë që t'i shohë të tjerët me përçmim dhe me tallje të thonë, ja këta njerëz që nuk dinë si të sillen. Asgjë nuk mund të jetë më larg së vërtetës. Mirësjellja ka të bëjë me respektin dhe si e tillë, ajo është e rrënjosur në etikën e krishterë të modeluar nga Krishti. Jeta ime për jetën tënde. Prandaj në zemrën e rregullave të mirësjelljes qëndron vetmohimi. Apostulli Paul e përmend shembullin e Krishtit si arsyeja për të qenë të kujdesshëm ndaj të tjerëve kur u thot Filipianëve, të mos shikoj secili interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Kini në veten tuaj po atë mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin. Filipianëve, kapitulli 2, vargjet 4 dhe 5. Shkrimet e shenjta janë të qarta rreth etikës që qëndron pas mirësjelljes, por ka edhe të krishterë të përkushtuar që kanë sjellje të paedukat. Kjo i mbeti si një mbres e pashlyeshme Kentit, ditën e parë kur la çadrën e tij të re, që hapej me buton, të varur në sallonin e pritjes të seminarit gjatë orës së mësimit. Kur u kthye, ajo ishte zhdukur, huazuar nga një student tjetër, i cili ja ktheu të shtrëmbëruar dhe të thyer. Me një më fal të thatë. Kenti e hodhi me ceremoni në një kosh plehrash çadrën e dëmtuar dhe u fut në mësim. Por pa e ditur ai, një student tjetër kishte parë se çfarë ndodhi, e mori atë gjën e mirë dhe e çoi në punishten e tij. Atë natë, çadrën e gjeti të varur në dorezën e derës kur Kenti u kthye në shtëpi. Çfarë kontrasti midis dy predikuesve të ardhshëm. I pari ishte tmerrësisht i paedukat, ndërsa i dyti u kujdes për interesin e të tjerëve. Në mënyrë domethënëse, burri i dytë vinte nga një familje e shkëlqyer e krishterë, ku prindrit e tij kishin modeluar parimin jeta ime për jetën tënde. Trajnimi i fëmijëve për të qenë të hirshëm. Ne u përpoqëm me vetdije t'i edukonim fëmijët tanë që të bëheshin të rritur të hirshëm dhe të mirësjellë. Sjellja nuk është një listë e gdhendur me rregulla në lidhje me përdorimin e duhur të pirunit, të fjalëve apo për mënyrën e qëndrimit. Përkundrazi, mirësjellja është fleksibël dhe i nënshtrohet nevojave dhe ndjenjave të njerëzve të përfshirë. Janë 4 element të logjikës së shëndosh që ne i gjetëm të dobishëm për disiplinimin e fëmijëve tanë në mirësjellje. I pari, mësojuni fëmijëve tuaj se ata nuk janë qendra e universit, por Zoti është. Çdo gjë që ata kanë, madje edhe vetë jeta, është një dhuratë nga Zoti. Shkrimet e shenjta i urdhërojnë të gjithë fëmijët e Perëndisë të jenë njerëz mirënjohës që vazhdimisht ofrojnë falënderime. 1 Thesalonikasve, kapitulli 5, vargu 18, Filipianëve, kapitulli 4, vargu 6, Romakëve, kapitulli 1, vargu 21. Vetmëshirimi dhe egocentrizmi janë shenja treguese të një zemre egoiste dhe të pakënaqur. Mirësjellja na ndihmon të dalim nga vetja. Elementi i dytë. Ndihmojini fëmijët tuaj të zbulojnë se mirësjellja sjell gëzim. Ne mund të gjejmë kënaqësi të vërtet duke ndihmuar ata që kanë nevojë, që mund të jenë një grua e moshuar që ka nevojë për ndihmë për të kaluar rrugën,
apo një person i ulur përballë tryezës së darkës, gota e të cilit duhet të mbushet. Elementi i tretë. Jep shembullin. Ji ti veti hirshëm. Le të përfshi shembulli yt të qenurit i sjellshëm me vetë fëmijët e tu kur korrigjon sjelljen e tyre. Mos i vini në siklet. Elementi i katër. Kuptoni se mësimi i etiketës së përgjithshme dhe të përditshme do të kërkojë punë të disiplinuar nga ana juaj. Kujdes se si sillesh. Vendi nga t'ja fillojmë është me të folurit, sepse zgjedhja e fjalëve nga ana jon zbulon shumë për ne dhe sa respekt kemi për të tjerët. Një prezantim mund të tregojë ose respekt ose mungesë respekti. Qëllimi pas rregullit se kush duhet i prezantohet i pari kujt është që thjesht të shprehet respekt për personin më të vjetër ose për një grua. Kështu, një person më i ri i prezantohet gjithmonë një më të moshuari dhe një burr i prezantohet gjithmonë një gruaje. Disa mund ta konsiderojnë këtë si të modës së vjetër, por kjo është një mënyrë e provuar dhe e vërtet për të demonstruar dhe zhvilluar respektin. Përveç kësaj, kur fëmijët e mësojnë parimin, ata do të jenë më të sigurt në situatat e reja. Prezantimet. Ja rregullat për sa u përket prezantimeve. Rregulli i parë. Gjithmonë shqiptoni emrin e personit më të madh përpara emrit të më të riut. Gjyshe, dua të të prezantoj me Tommy Jones ose Zotin Pollard. Kjo është Suzy Smith. Rregulli i dytë. Gjithmonë shqiptoni emrin e gruas përpara emrit të një burri. Catherine Brown. A mund t'ju prezantoj me Chuck Brown? Ose Jessica. Jam Tom Hanks. Nëse ja harroni emrin dikujt kur e prezantoni me dikë, thjesht thoni më vjen keq, kam harruar emrin tuaj. Fëmijëve të vegjël mund t'u mësohet lehtësisht se si të reagojnë kur prindrit i prezantojnë me persona të rinj. Ata duhet të mësohen thjesht të ngrihen në këmbë, ta shohin personin në sy dhe të përgjigjen me diçka si gëzohem që ju takoj. Ndërsa fëmijët rriten dhe janë të aftë të mësojnë përparësitë në prezantimet, ata mund të mësohen në një formë të thjeshtë. Mami, kjo është Suzy. Ajo është në klasën time në shkollë. Gjithçka që ju duhet të mbajnë mend është që të thonë më parë mami ose babi. Djemt duhet ta kuptojnë se kur prezantohen me meshkuj të tjerë, duhet të buzëqeshin dhe t'i zgjasin dorën, duke i shtrënguar dorën ndërsa e përshëndesin tjetrin me përshëndetje, ose gëzohem që ju takoj, ose ndonjë variant tjetër miqësor. Djemt nuk duhet i shtrëngojnë kurrë dorën një vajze ose gruaje, përveç nëse ajo ja zgjate para dorën atij. Shprehjet e mirësjelljes. Fëmijët mund t'i mësojnë elementet e mirësjelljes kur mësojnë të flasin, dhe disa nga fjalët e tyre më të përdorura mund të bëhen të lutem dhe faleminderit. Metoda e ngulitjes së këtij zakoni është kaq e thjeshtë. Mos ju përgjigjni kurrë një kërkese të bërë me të bërtitur, për shembull, për një biskot. Mësojni fëmijëve se një biskot të lutem është mënyra për të siguruar një përgjigje pozitive. Ndërsa fëmijët zhvillohen dhe i mësojnë mirë fjalët, kërkesa duhet të bëhet një fjali e plot. Mami, a mund të marr një biskot të lutem? Më fal ose më falni
është brenda mundësive të fjalorit të një fëmije parashkollor. Kenti dikur e mori nipin ton të vogël për të peshkuar në pellgun e një miku. Kur pronari doli për të folur me ta, Briani i vogël e kënaqi gjyshin e vet kur i preku dorën zotit Morgan dhe i tha: "Më falni, zoti Morgan, por desha vetëm t'ju falenderoj që na lejuat të peshkojmë në pellgun tuaj. Fëmijët e sjellshëm janë të këndshëm për t'u patur pranë." Udhëzuesi Mapet, për sjelljet e shkëlqyera, rendit me kujdes disa këshilla shumë të dobishme për fëmijët që po mësojnë të bisedojnë. Këshilla e parë: mundohu të mos ndërpresësh, por nëse kjo është e nevojshme, thuaj më fal që po të ndërpres, por... Këshilla e dytë: mos u mburr dhe mos i zmadho gjërat. E treta: mos u shtir sikur di më shumë nga sa di vërtet. E katërta: kur dikush të bën një kompliment, thuaj faleminderit. Mos e nënvleftëso personin tjetër. Kush kjo gjëja e vjetër? Dhe mos u mburr me të madhe. Po e di që jam shumë i Zoti. E pesta: mos u hidh ti përfundosh fjalitë të tjerëve në vend të tyre. E gjashta: nëse jep një opinion, shprehe si të tillë, jo si fakt. E shtata: nëse nuk pajtohesh me opinionin e dikujt tjetër, mos thuaj gabohesh, ose ke luajtur mendsh. Thuaj diçka si: vërtet mendon ashtu? Mua nuk më duket kështu. Ja lista jon që u formua përgjatë viteve të rritjes së fëmijëve. E para: mos fol kotësira. E dyta: nëse merr një dhuratë që nuk të pëlqen, bëj çmos që të mos tregosh zhgënjim dhe thuaj diçka të sjellshme si: faleminderit që e kujtuat ditëlindjen time. E treta: mos bëj thashetheme. Nëse e bën këtë, nuk do të jesh një mik i besueshëm dhe do ta zemërosh Perëndin. Fjalët e urta, kapitulli 11, vargjet 11 deri në 12 dhe kapitulli 18, vargu 13. E katërta: mos i përshpërit sekretet në sytë të tjerëve. Personi i lënë jashtë do të ndihet i lënduar. E pesta: përshëndeti me gëzim anëtarët e familjes sate në mëngjes. E gjashta: përgjigju gjithmonë kur të flasin dhe bëje këtë me respekt. E shtata: kur nuk e ke dëgjuar dikë qartë, mos u ngërdhesh i acaruar, por thuaj me mirësjellje: më falni. E teta: gjithmonë drejtoju të rriturve si zoti ose zonja apo zonjush. Kur vetëm me emrin e tyre të parë. Nëse janë miq mjaft të ngushtë familjar, prindrit mund të duan që t'i thërrisni me teta ose xhaxhi. Kjo tregon respekt. Në shtetet jugore, fëmijët përdorin zonjusha Suzi ose zonjusha Marta, miqësisht, por me respekt, kur flasin me të rriturit që i njohin. Gjëja e rëndësishme këtu është zhvillimi i respektit për autoritetin, një cilësi që për fat të keq mungon në vendin ton sot. Mirësjellja në tavolinë. Në këtë libër kemi folur disa herë për kohën e ngrënies sepse është kaq e rëndësishme. Edith Schafer ka thënë se relaksimi, komunikimi dhe një mas bukurie dhe kënaqësie duhet të jenë pjesë edhe e pushimeve më të shkurtra të ngrënies së vakteve. Ne pajtohemi. Etiketa e tryezës
është një pjesë jetësore për ta bërë përvojën të këndshme. Takëmet shtrohen në tavolinë për lehtësinë e personave që darkojnë, edhe pse dikush mund të mendojë se vetëm një pirun mund të jetë i nevojshëm. Një pecet nuk vihet për kapërdisje, por sepse është e domosdoshme. Edhe përtypja me gojë të mbyllur ndihmon që të tjerët në tryezë të mos ju ikë oreksi. Planifikimi dhe përgatitja e vakteve duhet të jenë një çështje familjare. Ndërsa dikush gatuan ushqimin, dikush tjetër duhet të ndihmojë në shtrimin e tryezës dhe një tjetër të sjellë disa karige shtesë. Çdo anëtar i familjes duhet i di dhe t'i praktikojë këto aftësi themelore dhe të ndihmojë duke qenë pjesë e krijimit të kënaqësisë. Shtrimi i tavolinës. Mos e bëni gabimin të mendoni se vetmja kohë për të shtruar një tavolinë të këndshme është kur keni mysafir të tjerë. Ndërsa mbulesa me dantel e tavolinës dhe enët prej porcelanit të shtrenjtë mund të rezervohen për raste të veçanta, tavolina duhet të jetë tërheqëse çdo ditë. Mblidhni një sasi të mjaftueshme me nënshtresa për pjatat, mbulesa tavoline dhe peceta, dhe mbajini ato të lara dhe të hekurosura. Fëmijët mund të mësojnë të hekurosin dhe t'i kollarisin pecetat, megjithse sot shumica blihen me material që nuk kërkon hekurosje. Mësojuni fëmijëve tuaj si të shtrojnë tavolinën. Mos mendoni se ata do të mësojnë për shkak se ti e ke shtruar siç duhet. Ne kemi njohur student kolegji që nuk dinin as në cilën anë të pjatës ta vendosnin pirunin. Prandaj, mësojuani këto fëmijëve tuaj dhe përfshijini ata rregullisht në bërjen e kësaj. Tavolina duhet të shtrohet kështu. Piruni vendoset në të majt të pjatës. Thika vendoset në të djathtë të pjatës me tehun prerës nga ana e pjatës. Dhe luga vendoset direkt në të djathtë të thikës. Nëse nevojitet një lugë supe, ajo vendoset në të djathtë të lugës së çajit dhe një pirun sallate vendoset në të majt të pirunit të darkës. Gota vendoset pak mbi majën e thikës. Pjata e bukës ose pjata e sallatës, ose të dyja nëse është e nevojshme, vendoset direkt mbi pirunët dhe në të majt. Peceta mund të vendoset në të majt të pirunëve ose në mes të pjatës së darkës. Të gjesh kohë për të mësuar fëmijëve të tu si shtrohet tryeza është kohë e shpenzuar mirë. Një ditë do të falenderojnë për këtë. Ndërtimi i skenës. Pasi të jetë shtruar tavolina, sigurohuni që të shtoni dhe një dekor në qendër, lule, fruta të freskëta, madje edhe një bukë e sapo pjekur dhe ndonjëherë qirinj. Mesazhi që përcjell kjo pasqyron vetë thelbin e sjelljes. Ti je i veçantë. Së fundmi, gjeni ca muzikë të këndshme të përshtatshme për darkë. Luani ato që preferon familja juaj, por mbajeni volumin mjaftueshëm të ulët sa të mos ndikojë gjatë bashkëbisedimit. E dim që disa prej jush si lexues po mendoni: kjo nuk do të ndodhë kurrë. Na lejoni t'ju qetësojmë. Nuk besojmë se njerëzit jetojnë kështu çdo ditë. E pranojmë se edhe në familjen tonë rrallë ka qenë idilike. Por jemi të bindur se çdo familje mund të punojë drejt këtij qëllimi, në mënyrë që vaktet në përgjithësi
të bëhen momente afirmimi dhe gëzimi. Darka u shërbye. Darkimi me fëmijët është një kohë më së natyrshme për t'i stërvitur ata. Duhet ta keni parasysh këtë dhe tablon e përgjithshme, ndërsa përpiqeni t'u arrënjosni fëmijëve rregullat e mirësjelljes në tavolinë. Duhen vite që mirësjellja të bëhet natyrë e dytë. Prandaj, jini të duruar dhe të sjellshëm. Ndjenja e humorit është e domosdoshme. Përndryshe, darka mund të kthehet në torturë për fëmijët. Ja lista jon, nisur nga logjika e shëndosh e gjërave që duhen bërë dhe nuk duhen bërë për t'ju ndihmuar ndërsa filloni t'i stërvitni fëmijët tuaj për sa i përket tryezës. E para, eja në tavolinë me duar dhe fytyrë të larë. E dyta, falendero Perëndin. E treta, vendose pecetën në prehër. E katërta, prit derisa të shërbehen të gjithë dhe zonja e shtëpisë të filloj të haj përpara se të fillosh. E pesta, mos i vendos bëryllat në tavolinë ndërsa ha dhe mos e rretho pjatën me krahët e mbështetur në tavolinë. E gjashta, mos thuaj kurrë asgjë negative për ushqimin. E shtata, kur ushqimi të jetë shpërndar, shërbe për vete porcione të vogla deri në mesatare. E teta, mos fol me gojën plot. E nënta, mos i zgjat krahët përmbi një person tjetër për të arritur ushqimin. Thjesht pyeti: ju lutem, a më kaloni pak spinaqin? E dhjeta, mos i fryj ushqimit nëse është shumë i nxehtë. Thjesht prit derisa të ftohet. E 11, mëso të mbash siç duhet thikën dhe pirunin. E 12, kur të kesh mbaruar së ngrëni, vendosi thikën dhe pirunin mbi pjatë, krah për krah. E 13, palose pecetën dhe vendose mbi tavolinë. E 14, ofro për ta ndihmuar nënën për ta pastruar tryezën. Dhe e 15, kërko leje për t'u larguar. Bisedat gjatë të ngrënit. Në kapitullin 3, dham këshilla mbi bisedat gjatë vakteve. Ja disa këshilla shtesë për t'i ndihmuar fëmijët tuaj të mësojnë se si të marrin pjesë në bisedat si me familjen, ashtu edhe me mysafirët. E para, dëgjo. Kur je në tavolinë, ji plotësisht i pranishëm. Nuk mund të kontribuosh në një bisedë që nuk e ke dëgjuar. E dyta, mëso të bësh pyetje. Mos prit që dikush ta drejtoj bisedën drejt teje. E treta, mos fol ndërsa përtypesh. E katërta, a ka pasur ndonjëri nga anëtarët e familjes një ditë të vështirë? Jepni një fjalë inkurajimi. E pesta, mos bëj gjyqtarin, ose mos merr kontrollin e bisedës. E gjashta, nxirr në pah anën tënde të qetë. E shtata, nëse biseda po zvarritet, hap një temë të re, duke bërë një deklaratë të përgjithshme si për shembull, grupi ynë i të rinjve do të shkojë për kamping këtë fundjavë. E teta, mos i ndërprit të tjerët. Dhe e nënta, falenderoje kuzhinierën. Të qenit një mikpritës i mirë. Gjithmonë, edukimi që u keni dhënë fëmijëve tuaj duket më mirë kur shkojnë në shtëpinë e dikujt tjetër.
kur ju nuk jeni të pranishëm. Kur fëmijët janë më vete pa ju, papritmas mënyrat e të sjellurit bëhen të rëndësishme. Çfarë tha mami për bëryllat mbi tavolinë? Tani prit derisa të fillojë zonja e shtëpisë. Ups, po përtyp me gojën hapur. Fëmijët tanë vlerësojnë edhe faktin që u janë mësuar këto këshilla mbi udhëtimet. E para, merr me vete një dhuratë të vogël dhe një kartolinë, të cilën mund ta shkruani në shenjë falënderimi dhe ta vendosni në dhomën tuaj kur largoheni. E dyta, përdor vetëm peshqirët që të janë dhënë për përdorim. E treta, mos i lër kurrë peshqirët në dysheme, vari ata. E katërta, mos e përdor telefonin pa pyetur dhe mos bëj kurrë thirrje në distancë, përveç nëse përdorni një kartë telefoni që e keni sjell me vete, pra po paguan vetë për thirrjen. E pesta, qëndro larg sirtarëve, dollapëve dhe kutive të ilaçeve, përveç nëse ke leje për t'i përdorur ato. E gjashta, merr me vete sendet e tua personale të tualetit. E shtata, shprehe mirënjohjen për çdo ushqim që të serviret. E teta, mbaj rrobat e palara larg syve të tjerëve. E nënta, gjithmonë fshije lavamanin dhe vaskën pas përdorimit. E dhjeta, rregullo shtratin çdo ditë. E 11, ki shumë kujdes me sendet e mikpritësit tuaj. E 12, jini sa më të dobishëm që të mundeni, duke pastruar tryezën, duke tharë enët e të tjerë. E 13, mos u anko kurrë. E 14, ha atë që të shërbehet, përveç nëse ke ndonjë arsye mjekësore që nuk mund ta hani dot. E 15, kur të largohesh, hiqi çarçafët nga krevati, vendosi në këllëfin e jastëkut dhe lëri të stivosura me rregull në fund të krevatit. Rregulloje krevatin pa çarçafët. E 16, shpëlaje tualetin. E 17, mos abuzo dhe mos rreziko duke përfituar nga bujaria e mikpritësit tënd. Disa këshilla përfundimtare. Së fundmi, këshillat e mëposhtme mbulojnë një sër situatash me të cilat fëmijët tuaj padyshim do të përballen gjatë viteve të tyre të rritjes. Nëse bijtë tuaj duken të pavetëdijshëm për nevojën për këto këshilla, thjesht u thoni se një ditë do të duhet të lënë një përshtypje të mirë te prindrit e të dashurave të tyre. Nëse jeni duke kërkuar ndihmë më të detajuar, ju rekomandojmë të vizitoni seksionin për fëmijë në bibliotekën tuaj lokale dhe të shikoni disa nga librat e shumt mbi etiketën. Do të mahniteni se sa shumë materiale ndihmuese ka në dispozicionin tuaj dhe që tashmë janë paguar nga taksat tuaja. E para, trokitni përpara se të hyni në një dhomë nëse dera është e mbyllur. E dyta, nëse jeni duke përtypur çamçakëz në publik, bëjeni me kujdes dhe me gojën mbyllur. E treta, ktheni çdo gjë të marrë hua në të njëjtën gjendje siç e keni marrë, ose edhe më mirë. E katërta, nëse humb ose prish diçka të marrë hua, qoftë edhe nga një i afërm, zëvendësojeni atë. E pesta, mbuloni gojën kur të shtini ose kolliteni. E gjashta, mësojini djemt tuaj të tregojnë respekt
ndaj seksit të kundërt dhe të moshuarve. Inkurajojini ata që t'ju ofrojnë ndihmë juve, nënës, ose çdo gruaje tjetër, për të mbajtur ushqimet ose pakot. Udhëzojini ata që pa hezitim t'ja lirojnë vendin një gruaje ose dikujt në nevojë në një vend publik të mbushur me njerëz. Kur ecin me një femër, djemt duhet të ecin në anën më të afërt me rrugën. Ata duhet t'i ndihmojnë gratë dhe vajzat me karrigen në tavolinë dhe duhet t'u hapin dyert gjithashtu. Edhe pse disa gra mund të mendojnë se veprime të tilla janë fyese ose përçmuese, ne kemi zbuluar se shumica e grave e vlerësojnë këtë mirësjellje. E shtata, ktheni telefonatat që të kanë bërë. E teta, ktheje menjëherë çdo para që merrni hua, madje edhe qindarkat. E nënta, tregoni respekt për flamujt kombëtar. E dhjeta, jini të duruar me personelin e shërbimit që mund të kenë vështirësi apo ngatërohen gjatë numërimit të kusurit ose marrjes së porosisë suaj. E 11, mësojini fëmijët tuaj si të sillen me personat me aftësi të kufizuara. Shpjegojuani me maturi se pse ata mund të jenë të ndryshëm, por mësojini se janë njësoj si ata dhe sigurisht pa dyshim të barabartë. Shpjegoni pse shumica e vendeve publike kanë rampa për karriget me rrota dhe banjo të projektuara posaçërisht për të ndihmuar personat me aftësi të kufizuara. Udhëzojini fëmijët tuaj të mos flasin me një ton më të lartë me një person me aftësi të kufizuara, përveç nëse ai vet ua sugjeron këtë, dhe ndalojini që t'u angulin syt me kuriozitet. Mësojini ata t'i trajtojnë personat me aftësi të kufizuara si të gjithë të tjerët, dhe sa më natyrshëm të jetë e mundur. Mbi të gjitha, inkurajojini fëmijët tuaj të mos i shmangen bisedave me personat me aftësi të kufizuara. Sjelljet nuk e bëjnë burrin ose gruan. Riorientimi radikal që thot jeta ime për jetën tënde mund të vijë vetëm nga vepra përtëritëse e Krishtit, i cili rrënjos tek ne jetën dhe etiketën e tij. Megjithatë, sjelljet mësojnë nevojën për karakterin që jep jeta e Krishtit dhe e plotësojnë atë. Jetët që thonë jeta ime për tënden janë kanale përçuese të hirit të Perëndis për një botë në nevojë. Për të menduar. Pse janë kaq të rëndësishme sjelljet e mira? Si lidhen ato me mentalitetin jeta ime për jetën tënde? Si mund t'i mësojmë fëmijët tanë të jenë të sjellshëm? A është vërtet e rëndësishme që të këmbgulësh në etiketën e tavolinës, apo thjesht po zmadhojmë rëndësinë e gjërave dytësore? Shpjego. Pse është e vlefshme të mësojmë fëmijëve tanë se si ta angazhohen në biseda gjatë ngrënies së vakteve? Cilat janë vlerat thelbësore në të mësuarit e fëmijëve tanë se si të jenë mysafir të mirë në shtëpitë e të tjerëve?